Rinia jon është plot yje. Secili prej jush po shkëlqen. Çdo antar i Partisë Demokratike po shkëlqen. Vetë Partia Demokratike po shkëlqen, nga energjia juaj si yjet. Yjet në të cilët Partia Demokratike dëshiron ta fusë Shqipërinë. Yjet e Bashkimit Evropian. Sipas vlerave dhe vizioneve tona, Shqipëria i përket Bashkimit Evropian dhe ne duhet të bëjmë gjithçka për ta bërë të mundur këtë. Tani ftoj për fjalën e tij Zotin Abdi Toçi. I thë buk thate kom fut qom shpinës, nuk pa ta lek me i dhonë maqinës. Ka marrë në kom nga rreth i matit, vesh me i thonë 2 fjallat i gjatit. Jam Abdi Toçi nga fshati Urxall i matit, ish minator në Batër Martanesh, ish kryetar i fshatit Urxall. Jam protestues për 7 vitesh për mbrojtjen e parkut kombëtar Zallgjoqaj. Në emër të protestuesve të Zallgjoqave, kom ardhë në këtë foltore për denoncu edhe një herë këto hajdut, këto kriminell të qeverisë, si janë Agim Hysa, Agon Malaj, Nesbedin Shehu, Bledi Klosi, Belir Daballuku, Edi Rama dhe Bardhyl Museku, sekseri i Edi Ramës edhe i Ballukut. Këto në bashkëpunim kanë bon dërgjesën publike në Rrshen, duke firmos kryeplește e Mirditës për ecjen e Zallgjoqaj. Kanë kryeplește e Mirditës i kanë ashun Zallgjoqaj. Kanë firmos për Zallgjoqaj. Kanë deviju lumin, flym, 22 kilometra, 4 kilometra janë tunel, janë ma shumë se tuneli Llakaras. Kanë shkatru zonën e mbrojtur, parkun kombëtar Zallgjoqaj. Kanë heq me vendim Këshillit Ministrave, vendin ku është bo heci. Kanë futun tuba edhe në tunele çdo pikë uju që rrjedh nga parku kombëtar. Kanë tha 2 lumejt, 80 kilometra katrore, duke vra popullsinë, bletët, gjallëshat e lumit, baktit, duke larguan nga prona 8.000 banor. Kanë thy ligjin e pandemisë, kanë thy ligjin ndërkombëtar. Kanë lënë pa ujë dhe pa rrugë Gjoqaj, Melk, Zallgjoqaj. Secili prej tyre është pronari një heci në mot.